Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, ja ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 25 shkurt dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale apo informacione të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ndaj ju ftoj që t'i ndiqni. Njëzet shkurti është dita 57 e kalendarit gregorian. Ngjarje 364. Valentinian I parë u shpall perandor romak. 1794. U doq kalaja e Kristaburgut, Kopenhagen. 1797. Bank of England për herë të parë paraqiti monedhat 1 funt dhe 2 funta. 1815. Napoleon Bonaparte iku nga Elba. 1848. U shpall Republika e dytë franceze. 1936. Adolf Hitler në Gjermani hap fabrikën e parë e prodhimit të automobilave popullor Volkswagen. 1952. Kryeministri I Mbretërisë së Bashkuar Winston Churchill deklaroi se kombi I tij ka bombë atomike. 1966. Programi Apollo u lansua AS-201, fluturimi I parë I raketës Saturn IB. 1986. Revolucioni I fuqisë popullore në Filipinë. 1991. Tim Berners-Lee paraqiti shfletuesin e parë të internetit të quajtur World Wide Web. 2004. Presidenti I IRJ-s së Maqedonisë Boris Trakovski vdiq nga rrëzimi I aeroplanit afër qytetit Mostar, Bosnia dhe Hercegovina. 2008. Polonia e njohu Kosovën si shtet të pavarur. Lindje 1802. Lindi Victor Hugo, shkrimtar francez. 1861. Lindi Ferdinand I parë, perandor I Bullgarisë. 1934. Lindi Saim Kokona, kinograf shqiptar. 1936. Lindi Adem Demaci, shkrimtar dhe politikan shqiptar. 1954. Lindi Recep Tayyip Erdogan, politikan turk. Vdekje 1921. Vdiq Karl Merger, ekonomist I famshëm austriak që konsiderohet themeluesi I shkollës austriake të ekonomisë. 1931. Vdiq Otto Wallach, kimist gjerman. 1969. Vdiq Karl Jasper, filozof dhe psikiatër gjerman. 1971. Vdiq Ferdinandel, aktor francez. 2004. Vdiq Boris Traskovski, kryetar Maqedonas. Sot kemi përgatitur biografinë e Victor Hugo. Ai ishte një shkrimtar, poet francez, si dhe njihet dhe si baba I periudhës së romantizmit. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Victor Hugo lindi në Besançon në 26 shkurt të vitit 1802. Ishte një dramaturg, poet dhe shkrimtar francez, I konsideruar si babai romantizmit, si dhe një figurë shumë dominuese në letërsinë franceze të shekullit të 19. Hugo lindi në Besançon të Francës me 26 shkurt 1802. Ai vdiq më 22 maj 1885. Vitet e para të jetës I kaloi në shumë vende të ndryshme, I detyruar me familje për shkak të punës së babait, I cili ishte një general në fushatat aktive napoleoniane, pas 3 vitesh në Korsik, 3 në Paris dhe disa vjet në Italinë Jugore. Ai nisi shkollën në Spanjë dhe më vonë vazhdoi në Paris. Publikimi I tij I parë ishte vëllimi I Odette, të cilën e publikoi vetëm kur ishte 20 vjeçar, një vepër në influencën e shkollës klasike. Në letërsinë franceze tashmë kishte filluar të përhapej romantizmi, ku Hugo I bazuar me këtë botoi pjesën e dytë të Odette. Gjatë viteve 1831
dhe 1841 ai shkroi shumë vepra të cilat jo arritën shumë reputacionit dhe për pak prej këtyre arritjeve ai u bë pjesëtar i Akademisë Franceze në moshën 39 vjeçare. Romani Notre Dame de Paris dhe dramat Lucrece Borgia, Marie Tudor dhe La Roy Sanuz, nga e cila Verdi mori subjektin për operën e tij Rigo, patën një sukses të madh. Gjatë viteve 1851-1851, Hugo shkroi pak, edhe humor me politikë, fillimisht si përkrahas i monarkisë së Louis Philippit me ide të zjarrt napoleoniane. Më vonë ai shfaqi dhe mbështet Louis Napoleonin si president, por nuk përkrahu Napoleonin e tretë, dhe kjo i kushtoi atij dëbimin nga Franca. Megjithatë, vitet e mërgimit ishin shumë të frytshme. Gjatë kësaj kohe shkroi dhe romanin Të Mjerët, e cila e bëri të njohur edhe jashtë Francës, Punëtorët e Detit, Njeriu që qesh e tjerë. Me rënien e perendorisë, Hugo u kthye në Paris dhe bëri një tentativë pa sukses pjesërisht në pjesën politike të Francës. Vitet në vazhdim e deri në vdekje i kaloi në Paris. Në vitin 1881 u emërua senator i përhershëm, vdiq më 22 maj 1885 dhe u varros me një ceremoni madhështore në Paris. Victor Hugo është konsideruar si nderi i letërsisë franceze dhe ka arritur majat e saj. Ai u vlerësuar në radhë të parë si poet, por edhe këtu ai i theu rregullat kryesore, thelbësora në të cilat bazohej letërsia franceze e asaj kohe. Stili i tij epik dhe lirika e tij janë të paarritshme. Ai do të ngelet për herë një nga shkrimtarët më të ndritur e të lavdishëm të Francës. Jashtë Francës, Victor Hugo njihet kryesisht për prozat e tij të rësishme romantike. Ai dashuronte antitezën dhe kjo e çonte atë në egzagerim dhe krijon karikatura groteske. Krijimet e tij janë të gjalla dhe shumë të goditura. Shpeshherë romanet e tij janë me detaje teknike dhe me përshkrime të tepruara. Victor Hugoit i mungon sensi i masës dhe kjo duket i qartë në idetë e tij të egzageruara, si dhe mungesën e humorit në të gjithë veprat. Parafërsisht, në këtë aspekt ai nuk ishte kur lider në politikë, radhitet në një nga shkrimtarët që të prek shpirtit kur lexon veprat e tij. Teatri në një lagje modeste të Detroit, Michigan, një vajzë e vogël që do të bëjë një nga ikonat më të mëdha të muzikës dhe kulturës pop, e quajtur Diana Ernestine Earl Ross. Por shumë shpejt bota do ta njihte thjesht si Diana Ross, zëri që do të magjepste breza të tërë. Fëmijëria e saj nuk ishte e lehtë, e rritur një familje të madhe. Diana që në vogëli tregoi një pasion të jashtëzakonshëm për muzikën. Në vitet e adoleshencës, ajo nisi të këndonte në grupe lokale, por ishte një grup i vogël vajzash të quajtur The Prime Test, ai që do të ndryshonte jetën e saj përgjithmonë. Në vitin 1961, ky grup nënshkroi një kontratë me legjendarin Motown Records, duke u ribërë si The Supremes. Në vitet 60, The Supremes u kthye në një fenomen, me Diana si vokalisten kryesore. Grupi prodhoi hite të njëpasjeshme. Për herë të parë, një grup afroamerikan dominonte listat muzikore dhe çante rrugën për të tjerë artistë me ngjyrë. Diana Ross, me zërin e saj të ngrohtë dhe stilin e saj të sofistikuar, u bë ylli kryesor i Motown. Në vitin 1970, Diana vendosi të largohej nga The Supremes për të nisur një karrierë solo. Ishte një hap i guximshëm, por shumë shpejt u shpërblye. Albumi i saj i parë solo solli suksesin e madh në këngën Ain't No Mountain High Enough, e cila u kthye në një hit motivues për miliona njerëz. Pas këtij suksesi, ajo nuk ndaloi më. Por Diana Ross nuk mjaftua vetëm me muzikën, ajo provoi veten edhe në kinematografi. Në vitin 1972 interpretoi rolin e këngëtares Billie Holiday. Në vitin 1972 interpretoi rolin e këngëtares Billie Holiday me filmin Lady Sings the Blues, një performancë që i solli një nominim për Oscar. Më pas vazhdoi karrierën e saj filmike me filma të tjerë. Gjatë viteve, Ross vazhdoi të dominojë skenën duke mbetur gjithmonë në qendër të vëmendjes me performancat e saj madhështore dhe stilin unik. Në vitin 2012 ajo nderua me çmimin e nderit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa në vitin 2017 u shpall me çmimin e arritjeve të përjetshme nga American Music Awards. Sot Diana Ross mbetet një nga artistët më të mëdha të historisë së muzikës. Ajo është një simbol force, elegance dhe suksesi, duke frymzuar breza të tërë artistësh. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për 7 nga ushqimet që rrisin jetëgjatësinë. Shumica e sëmundjeve si dhe ato kronike lidhen me mitokondrit në nivel qelizor. Çdo gjë që mund të ndihmojë në mbështetjen dhe mirëmbajtjen e mitokondrive potencialisht mund t'ju ndihmojë të jetoni më gjatë. Vaj ulliri.
Shumë prej nesh besojnë se të qëndrosh larg yntyrave dhe vajrave është një mënyrë për të qëndruar në formë të shëndetshme. Megjithatë, disa vajra si ulliri janë të vërtetë të mirë për shëndetin. Vaji i ullirit është gjetur të ndihmojë në uljen e rrezikut të goditjes në tru dhe sëmundjeve të zemrës. Njerëzit që konsumojnë rregullisht vaj ulliri kanë 20% më shumë gjasa për të jetuar më gjatë. Boronicat, megjithëse të njohura për natyrën e tyre të vogël, janë të vërtetë shpëtimtare kur bëhet fjalë për shëndetin tonë. Ky frut i vogël është i pasur me antioksidant, antibakterial, antiinflamator dhe imunitet. Fitokimikatet që gjenden në frutat dhe manaferat e kuqe ndihmojnë në luftimin e molekulave. Perimet. Perimet krenohen me aftësinë unike për të modifikuar hormonet njerëzore që pengojnë rritjen e qelizave kancerogjene dhe aktivizojnë sistemin natyral të trupit kur konsumohen. Duhet t'i përtypni siç duhet ose t'i hani në formë të grirë të soptuar ose të lëngshme në mënyrë që të çlirohen vetitë e tyre të fuqishme. Pse valli Japonia ka jetëgjatësinë më të gjatë në botë? Kryesisht për shkak të dietës së tyre tradicionale, e cila është e pasur me peshk e vaj peshku si salmoni i troftës dhe sardelet. Janë të njohura për përftimet e tyre shëndetësore. Ato janë burime të shkëlqyera të vitaminave A dhe D që ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar. Çaji i jeshil është një element kryesor në dietën japoneze. Ai ofron një gamë të jashtëzakonshme përfitime shëndetësore, si rregullimi i presionit të gjakut, duke përmirësuar shëndetin kardiovaskular dhe rritjen e sistemit imunitar. Çaji i jeshil është i mbushur me përforcues shëndeti, të cilat ndihmojnë në uljen e rrezikut të prirjes së kancerit. Disa filxhan çaji i jeshil në ditë zvogëlojnë rrezikun e vdekjes deri në 26%. Arrat janë një ushqim me glicemi të ulët që gjithashtu ndihmojnë në uljen e ngarkesës së një vakti të tërë. Si të tillë, kjo i bën ato një komponent të rëndësishëm kundër diabetit. Pavarësisht nga tendencia kalorike, është e lidhur në fakt me peshë më të ulët trupore. Konsumi i rregullt i arrave gjithashtu redukton kolesterolin dhe mund të ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Fasulet, duke ngrënë fasule dhe bishtajore të tjera çdo ditë, ndihmojnë në uljen e oreksit, në luftimin e kancerit të zorrës së trash dhe stabilizimin e sheqerit në gjak. Pasi fasulet më të dendura me lëndë ushqyese me burim nisë shteje veprojnë si një ushqim për humbje peshe dhe kundër diabetit, sepse ato janë të ngadalta për t'u tretur. Ngrënia e tyre ndihmon në parandalimin e dëshirave për ushqim, duke promovuar të themi thjerrzat fasule të kuqe, fasulat e zeza, bizelet e ndara dhe qiqrat janë të gjitha të mira për t'u ndihmuar të jetoni më gjatë. Shumë njerëz mendojnë se gjelat këndojnë vetëm kur shohin dritën e parë të diellit, por e vërteta është edhe më interesante. Ato nuk këndojnë vetëm si përgjigje ndaj dritës, por sepse ka një orë të brendshme biologjike që i tregon se kur duhet të nisë ditën. Në trupin e të gjithë gjallësave, përfshirë njerëzit dhe kafshët, ekziston një ritëm i quajtur ritmi cirkadian, një mekanizëm biologjik që ndjek një cikël rreth 24 orësh dhe ndihmon trupin të kuptojë kur të zgjohet ose të flejë. Gjelat ashtu si ne ndjekin këtë ritëm të brendshëm dhe e dinë kur afron mëngjesi, edhe nëse nuk shohin dritën e diellit. Shkencëtarët në Japoni kryen një eksperiment për të kuptuar nëse gjelat këndojnë si përgjigje ndaj dritës apo sepse e ndjejnë kohën e saktë. Ata i mbajtën disa gjela në ambient me dritë të kontrolluar kur dielli nuk ndriçonte fare, dhe në këtë errësirë të vazhdueshme gjelat vazhdonin të këndonin në të njëjtën orë çdo mëngjes, duke treguar se nuk kishin nevojë të shihnin diellin për të kuptuar se kur duhet të këndonin. Arsyeja kryesore për këtë koncert mëngjesor është komunikimi dhe dominimi. Gjelat këndojnë për të shpallur territorin e tyre dhe për të sinjalizuar praninë e tyre ndaj pulave apo gjelave të tjerë. Një gjë që këndon më herët se të tjerët shpesh shihet si më i forti dhe më dominuesi i grupit. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 26 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot të kthjellët dhe me diell në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë e qartë në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me diell dhe temperatura të buta për këtë periudhë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell në pjesën më të madhe të territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 10 gradë Celsius.
Peshkopi 3 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 16 gradë Celsius. Durrës 8 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 16 gradë Celsius. Berat 8 deri në 15 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë 8 deri në 16 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 26 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me intervale me diell dhe vranësira të pjeshme. Paraditja do të jetë e freskët me kthjellime, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 0 deri në 11 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 11 gradë Celsius. Pej 1 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 1 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 9 gradë Celsius. Perizaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius. Suharek 0 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Bashkë do të shihemi sërish nesër në po të njëjtin orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion dhe po ashtu mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.